edhe situatën që u krijuar nga ajo. Po, edhe nga situata. Më falë që të ndërpres, dalun jashtë një moment, se kërkoj këtyre që se të zeza. Edhe këta, sikur përveçsysh i kishtë... Qa Kristen, që me të varës më ka dhënë Kristi, lutëm, se po e ndërpres, nesa. Po s'ka që të tja. Ta sikur kishte ndodhë në i apokalips. Po. Edhe nuk ta themi dot, se është pak e komplikuar. Po të çfarë ishte kjo e komplikuar? Ai tha një fjali për çfarë bëni ka? Ja pra për këtë e kisha pra çfarë ishte kjo kaq e komplikuar? Nuk e u mora vesh. Për çfarë ishte kaq e komplikuar? Prandaj po them që thjesht e bëjnë thjesht e bëjnë të madhe, kot duan të japin gjë gjasme drejtësive për të po, edhe unë këta i thash. Mos merr protagonizëm me këtë gjë. Stenaldo doli jashtë. Po, edhe vjen Stenaldo. Çfarë po bëni këtu tha? E di ti që unë s'kam nevojë tha për të më përshëmbrojtësin mua bla bla. Që bërë gjithë ato bisedën aty. Po pra, po një sekond tani, se para asajt, Iliri thot hajde shkojmë bashkë në tualet. Po, edhe i kërkoj falje Stenaldos aty. Okej. Dhe nuk e di çfarë i tha Iliri aty dhe ai erdhi shumë i acaruar. Po, Iliri s'besoj të ke thënë gjë, po do të thonë që rreziku është justifiku të tipit të. Po, sa unë se kisha me ty do të këtë. Siç ka qenë në të vërtetë. Tani, si po çfarë justifikohet Iliri? Domethënë, do të ndihet jo do të ndihem, ai është ai që parapart me ne. Dhe është ai që diskutohem sot në mëngjes. Para ti u ndihem shumë ignorante. Dhe sot në mëngjes, Oselin, është ajo që diskutohem bashkë që, domethënë, realisht ai është njëri që ka superuar çdo gjë tek harë në një shtëpi shumë të famshme këtu dhe sigurisht nuk është budalla të bikot. Dhe kam një vit që kam menduar për të gjë, s'kam një muaj. E ka studiuar, e di ai veten. Çkujton ai ta. Po pra, edhe tani, thirr njëri thirr tjetri, jo përfshive, su përfshive, jo kështu po ashtu. Prandaj kërkova ndjes aty dhe i thash gabimi im që mendova mos u preke, po lidhur fiks me këtë që i tha Eugene-t. Edhe kështu e lidha unë. Tani protagonizmin, mos e merr me këtë gjë, se unë kam shumë inat. Edhe unë shumë. Unë këto më bëjnë, ti mund të mendosh realisht. Jo, se ka njerëz të tjerë që s'janë të fortë është e Brikina dhe mund të preken aty jashtë. Jo, di se e tha pastaj. Jo, ma Brikina tha unë kam këtë situatë. Po, edhe unë kam këtë situatë. Mund të ndodhë. Edhe unë kam këtë situatë. Ndodh me njerëzit kjo situatë. Kjo është. Por ai përderisa ishte ai prej Edhe unë kam bërë jo këtë situatë të tillë, po një gjë që më ka shpëtuar goja dhe jam ndjen siklet.